Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi kësaj jave në një tjetër episod Koha për të folur. Dhe me ne sot në studio është Estera Eleze. Përshëndetje. Një mikesh shumë e mirë nga Kosova. Po. Unë jam shumë e lumtur që të kam ty këtu sot. Jam shumë e lumtur që muj me marr pjesë në këtë intervistë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që erdhe. Ne jemi në konferencë, kështu që do ta filloj me direkt në temë për konferencën. Po. Pyetja e parë që do të bëj është duke qenë se ke qenë konferencë këto ditë dhe konferenca akoma vazhdon ndërkohë që ne flasim. Çka ka qenë një gjë që e ka prekur zemrën tënde dhe ke thënë kur të shkoj në shtëpi do e bëj këtë gjë sepse kam mësuar këtu? Po, këngët e adhurimit për mua është një pjesë shumë e rëndësishme në jetë, edhe adhurimi këtu ditë për mua ka qenë shumë ka prek shumë. E kom ndjej prezencën e Zotit kogja shumë, edhe diçka që kam e marrë me veten në shtëpi është që kam punu hala ma shumë e tritit, edhe kam me munu me ndihmu ata me urrit, edhe kam munu që me i mësu ata qysh me shkëlqy. Edhe na si lider të rinj që jemi, edhe mosha jone e re, ka njerë kemi nevojë që dikush me na shty, edhe kjo konferencë për me po na shtyn që me ecë përpara, pasardhjet tone, gjithë liderët e tjerë që kanë fonë e konferencë, për mua kanë qenë një inspirim se qysh me u mësu edhe me urrit në Krishtin bashkë me ata. Kemi folë tema të ndryshme, njëna prej tyre sot ka qenë edhe për dashurinë, që ne si tri e kemi qef kogja shumë, edhe na kanë tregu kogja shumë për qysh më ka një martesë të shëndetshme, qysh me pas i lidhje të shëndetshme, edhe kena mësu gjana që për neve na shajnë kanë të çuditshme, por një qefti krishterë dohet me pas. Kështu që si tri u sfidum, po për mirë. Për të mirë, edhe kemi pas edhe shumë sfidë me i folë dikujna që na se kena njohë ma për para, edhe për disa persona që janë introverta, ndoshta kjo ka qenë sfidë e madhe, po. Ndërsa unë si ekstroverta, nuk e kom pas problem, edhe ka qenë musi shumë e mirë me njoftë tjertë, edhe ndoj që kjo është shumë e mirë për këtë konferencë. Në fakt, konferenca e kanë këtë të mirë, sepse njeh njerëz të rinj, ndonjëherë nuk është gjithmonë shumë kollaj që ti takosh njerëzit, se nuk e njoh, po nuk e di si do reagoj. Ama kur miqtohesh me njerëzit, pastaj është një gjë shumë e bukur dhe ecën shumë mirë. E vërtet, unë për konferencave në Shqipëri, kum bash shumë mirësi. Edhe ndoshta çka kam bëj, përveç mësimeve që i kom marrë dhe që jam rrit në Zotin, ka qenë mirësit. Ka mirësi që ndoshta 10 vjet, edhe ato vazhdojnë edhe kam shumë inkurajem prej tyre. Për shembull, njëra prej mirësive është ka 2018 në një kamp, edhe sa që unë kam nevojë diçka një lutje personale, unë e di që më mi përshkru aty në personave, edhe thjesht me e di që një person larg, ndoshta në Shqipëri ose në shtat tjetër, më suportojnë në lutje. Është menu për mua dhe po më suporton lutje, e kjo është çka ka shumë rëndësi. E ndoshta kur të vjem në një qytet në Shqipëri, ti nuk mundesh me marrë keq ata persona, po këto konferenca na bashkojnë edhe e kupton sa shumë ka rëndësi uniteti me njëri tjetrin, po si familja. Ne në fakt ishim në konferencë dhe unë isha në konferencë me motrën tënde dhe në fund fare kur u larguam, po i thonim njëri tjetrit, unë i thoja që unë kam shumë që flin. Edhe po i thoja unë kam shumë që fli dhe dua shumë të haj fli. Dhe e leni me njëri tjetrin që dëgjoj kur të kemi hajdeni sa hajmë fli, ne bënim shaka i theni hajdeni që do hajmë karkaleca, sufllaqe kemi ne. Unë karkalecat nuk i haj, po sufllaqet ne i japim drejtim dhe është shumë e bukur në fakt sepse krijon unitet me njerëzit, njihesh pra, edhe është shumë e bukur që trupi i Krishtit jetë në unitet me njëri tjetrin. Vërtet. Njohim njerëz. Të lutem lutu pak për mua sepse kam pas një gjë, kam kaluar një situatë vështirë, ose të lutem më mbaj në lutje. Kjo është një gjë e rëndësishme që mendoj që gjithë kemi nevojë. Shumë e vërtet, çdo gjymtyr e trupit ka vlerë, kështu që çdo person që është në trupin e Krishtit ka vlerë, edhe ato e ndihmojnë njëra tjetrën, dora dorën, kështu që shumë e vërtet. Edhe ne ndihmojmë njëri tjetrit. Desha të pyes në fakt, si e ke marrë vesh për konferencën? Si e informuar që ka konferencë në Durrës? Përmes shoqërisë, konferencave tjera, përmes qendrës kristiane Durrësit, kam pas shoqëri më herët, edhe në fakt më është kërkuar që shumë vite aja se kënaqshme, edhe asnjëherë s'kam mujt me marr pjesë, edhe këtë vit e ndjeta dhe u luta shumë, Zot lutem që me pas një kohë që unë me mujt me shku, edhe pavarësisht angazhimeve tjera, unë e bëna që marr, për që shoqënia ka vlerë, edhe për që ata të e bën shoqërinë, edhe më është më bashkangjitë konferenca tjera. Rrjetet sociale ndikojnë, për shembull kur shef
posta në Instagram, ose kur informohesh, Instagrami ditët e sotme është bërë një informues shumë i mirë për ne. Ka konferencë për të rinë në këtë datë, e jani, ose ka konferencë për të rinë në këtë lokacion, e jani. A ke menduar ndonjëherë, ndoshta më që po flasim për rrjetet sociale, si do t'ishte që të rrije një javë pa rrjete sociale fare dhe të kishe një javë vetëm takime, kishe, shërbes, lutje, adhurim? Wow, për me mendoj që na si tri kena nevojë për këta. Se hiç para se 30 viteve mund të themi që këtë punë kanë bërë njerëz shumë, edhe na si tri çashim i fokusu shumë në rrjetet sociale dhe jeta jon është bë ton kuan kur e postova foton, sa like ai kena marr, komentet, edhe story që kanë postuar, storje, edhe kështu që mendoj që për mu të paktën kish pas një impakt shumë të madh në jetën tim, edhe di që kisha mujt me thjesht me kuptu ende ma shumë vizionin edhe zonin e Zotit, edhe mendoj që kish pas vlerë shumë të madhe. Për që mendoj që për me e kësha bërë që të sen, është jo për një javë se mund të jetë gjatë, për brezin tonë, po mendoj që për disa ditë filloj agjerime, jo veçan, po edhe të rritë tjerë, këshin shumë i me bërë, se ja vlenë. Është vërtet që na ndikojnë për mirë ndonjëherë kur rrim larg dhe themi, ok, këtë javë çfarë do bësh, do lexoj fjalën e Zotit, ose do shkoj në kishe do të ndjek predikimet. Ne ndonjëherë e shajmë rrjetet sociale i themi, o gjërat e këqija që kanë, fakte duam t'ia nxjerrim pa, por ndonjëherë ato kanë dhe gjëra të mira, kanë dhe gjërat pozitive të tyre. Me anë të rrjeteve sociale ne dëgjojmë njerëz që ndajnë fjalën e Perëndis. Kështu që nëse do të pyesja, a ke dëgjuar ose a ke një person që kur ti sheh rrjetet sociale thua, o sa bukur që njerëzit e përdorin këtë gjë për të ndarë ungjillin, lajmin e mirë. Për shembull, te kisha jonë në Kosovë, në Vushtre, ne kemi edhe rrjete sociale që ndajmë ungjillin. Edhe unë merrem ma shumë me ato pjesë, edhe shoh se sa shumë ka vlerë tek njerëzit e tjerë, ndoshta një varg dikon e inspiron. Një të dhënë, për shembull, na ma shumë e përdorim Instagramin, TikTokon, kur të shoh një reels, një video, që ajo video më prek, edhe thon wow, dikush çdo e ka bërë për mua Zoti, i ka folur dikujt për me qasaj video, për me më folë mu. Kështu që mendoj që ka shumë pozitive, jo veç negative, veç do të me di qysh me e përdor. Edhe po, për shembull, sa ma shumë që na kemi impact tek njerëzit, aq ma shumë edhe njerëz mu i marrë në kish. Tash për shohën që përmes TikTok është shumë njerëz edhe dëgjojnë ungjillin edhe vinë kish. Sepse kam dëgju për këtë kish, kam dëgju për këtë takim trive, në fakt takimet e trive, takimet e fëmijëve tek ne, bëhen këtë lajmërime përmes rrjeteve sociale, edhe kjo ndikon shumë mirë se pastaj njerëzit vinë, edhe mendoj që përdorimi i korrekt i rrjeteve sociale ja vlen. Dhe ndikon për mirë. Po. Ndonjëherë ne kur jemi të lodhur, nuk e di, të paktën flas për veten time personalisht, kam tendencën që do marr telefonin dhe do hap Instagramin dhe do shoh reelsat. Por dikur ndoshta do kthesha, do thoja kam nevojë të lutem pak se jam e lodhur. Si mendon që mund të krijojmë një marrëdhënie të shëndetshme me rrjetet sociale? Të marrim ato gjërat që duhet për të marrë nga ato, po të njëjtat kohë mos ta bëjmë rrjetet sociale ato epiqendrën ton. Ndonjëherë të kthehemi te Zoti, jo ndonjëherë, po në fakt të kthehemi te Zoti kur jemi të lodhur, edhe të mos hapim Instagramin dhe të shohim reelsat. Unë personalisht e kom dëgjuar një këngë që më ka prek shumë, quhet Dusty Bibles, edhe në shqip i thonë Bibla me plohen. Për shkak se na jemi fokusuar ndonjëherë edhe në konferencë u tha, shumë tri e përdorin veç të YouVersion Bible, i vjen një varg i ditës edhe e lexova Biblën. Ne kaq ishte për sot e mbylla. E mbylla. Unë e ka një disiplinë, unë e lexoj Biblën çdo ditë, edhe kur ju thom njerëzve, unë quhem herët me lexu, mendojnë që pse herët, po jo gjithmonë Instagramin ndihmon. Se Instagrami është vetëm për me mbijetu, ndoshta e lexon një varg, ndihmon çat moment, po ma vonë ty nuk të mban. Se ne lexon krejt historinë. Kështu që na si tri kemi nevojë me lexu edhe Biblën fizike. Bibla në telefon është shumë e mirë kur ti nuk mundesh me mbajtur ndoshta Biblën në dorë çdo ditë fizike, po marrëdhënia edhe prekja është ndryshe kur jemi në dhomë fshat, edhe vetëm ti edhe ati. Edhe bisedoni për gjëra ndryshme, edhe biseda me atin ndihmon ty mu rrit, e kupton vizionin, e kupton se çka ai po do me bën jetën tënde. Kështu që përmes Instagramit ti nuk mundesh me kuptu. Shumë e vërtetë.
ti dëgjon ata vetëm zërin e Zotit. Zoti të fol përmes njerëzve, po të flet kur jenë kish, të flet kur jenë konferencë. Po, gjithmonë, i përdor mënyra të ndryshme. Po më e mira është kur ti je vet, edhe kur ti e kupton tamam veten tënde, edhe kur ti e kupton përmes Biblës. Unë i pyes të rinjt dhe i them, shumica e të rinjve mendojnë që të kesh marrëdhënie me Zotin është një gjë e mërzitshme, nuk është qef, ose siç e thon të rinjt, nuk është cool. Dhe i kam pyetur të rinjt dhe i them, a mund të më thoni pse mendoni ju që më thoni pse nuk është e mërzitshme të jesh marrëdhënie me Perëndin? Dhe ndonjëherë të rinjt thonë, apo e kanë atë idenë që unë do shkoj në kish tani, ku shkon në kish. Ama kur shkon në kish dhe dëgjon nga Perëndia, merr nga fjala e tij, ushqesh dhe rritesh, është vetëm ajo që siç të rrit Zoti ose siç të ndihmon Zoti të kalosh këta gjëra, në fakt askush tjetër nuk e bën dot. A mund të na tregosh një eksperiencë tënde personale ose një gjë që ty të prek kur mendon që unë shkoj në kishë të ndihmohem dhe të bekohem dhe po në fakt kisha është qef, kisha është cool, ti jemi të rinj nëpër konferenca ku njohim njerëz të tjerë, është një gjë e bukur. Mund të më flasësh pak? Po, për shembull në kishën tonë kur shkoj, edhe një arsye pse shkoj është që mikpritja. Edhe isha trit, du të mi prit ty, edhe të shten ma shumë e shku. Është bekem kur t'isha edhe fmit, të arë me t'inkuraju të mi një varg, ose diçka. Se kur janë të lumtur, hidhen kërcejnë qeshin. Ose hidhen kërcejnë, këndojnë për Zotin. Është shumë mirë për mu me po që tritet, përveç telefonave që ishën të i këj përmend, ata edhe i vujnë në praktik këto hapa që i përmendëm. Kështu që për mu, eksperiencë personale me Zotin është çdo ditë. Është kënaqësi edhe është shumë bekem që unë muj me nda jetën time për Zotin, edhe është privilegj që unë kam dhuratë më të mirë në jetën time se është shpëtime. Pse unë ndjek Zotin është se askush tjetër s'ma ka jep këtë dhuratë. Kështu që po, për mu me fol me personin më të famshëm botë e me më të rëndësishëm botë, i cili është Jezusi, është privilegji më i madh i jetës time, edhe është gëzimi më i madh i jetës time. Në fakt është shumë e bukur ajo që sa po the, edhe jam shumë dakord me ty. Unë kur çohem në mëngjes i them Zotit, o Zot, faleminderit që ti je me mua dhe nuk e di se çfarë do kisha bërë pa ty. Pa ty do i kisha katranosur gjërat, siç thon. Nëna tona thon do i kisha katranosur gjërat. Pa ty do i kisha prishur gjërat, nuk e di se si do i kisha bërë, ti më jep një herë dhe në fakt ai ta jep një herë që ta jep vetëm ai. Nuk ta jep askush tjetër. Sado që të përpiqesh për gjërat e tjera, dhe ndonjëherë kam se momente që them o Zot, okay, merr ti me situatën se ti të merresh më mirë. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të shkojmë kish edhe dëgjojmë fjalën e Perëndis. Dhe në fakt këtu doja të dila dhe të pyesja, a mund të na tregosh ti me fjalët e tua, pse është kaq e rëndësishme që ne të shkojmë rregullisht në kish? Sepse shkuaja kish në rregullisht është për shkak ti nuk më është me nejt veç me një dielle, me hangër bukë veç diellën. Me ngrën bukë, thoni ju Shqipëria. Po, ne themi me ngrën bukë, mund të themi edhe me hangër bukë. Me hangër bukë. Me hangër bukë. Kështu që ti gjatë me hangër fli ose sufllaqe. Ti gjatë javës ke mu ka një uri të rapet. Edhe ti veç me qa diellë, me prit diellën, okej, po ha veç diellëve jo. Unë mendoj që çdo të ri do të më përfshi në shërbesa, edhe kudo që ka nevojë. Ndoshta jo gjithkohë më të më kanë predikus, jo gjithkohë më të më kanë udhëheqës, po një ndihmë jote e vogël, një përfshimje jote, ndoshta veç prezenca jote aty, ka me pas impakt në jetën e dikujt tjetër. Kur, për shembull në Kosovë zakonisht është kur ka plot njerëz, musliman vinë. Edhe kjo është pse, okej, pas ta njerëz, po shkoj edhe unë. Kështu që ndoshta veç prezenca jote ka vlerë shumë të madhe. I tërheq njerëzit po. Edhe thot po shkoj edhe unë. Kështu që përfshira në shërbes do të më kanë kënaqësi, edhe do të më kanë privilegj. Jo gjithkohë mundet edhe që thash edhe më kanë predikus, po thjesht japin nga zemra jote. Zoti ka me të përdorë ty në mënyra të ndryshme. Çata që ti nuk e menon, çat pikë që ti ndoshta je më i dobët, ty Zoti ka me të përdorë edhe ka me bën më të fortën. Kështu që mu Zoti më ka përdorë, më ka sfiduar në mënyra të ndryshme që se kisha menduar fare, po tash e shoh që ka impakt në jetën e tjerëve. Unë punoj me fëmijët më shumëte, edhe shoh çfarë impakti e ka tek fëmijët. Kjo gjeneratë fëmijë ka më bani ditë të ri, e ka me vazhdu me u rrit, kështu që na nësoni isha ishin dorëzu edhe shumë lidera tjerë në Shqipëri, në Kosovë, ndoshta sona s'isha kanë besimtare sot. Kështu që
vazhdo shkon kish, dikush ndoshta ka me pranu Jezusin për shkak teje, për shkak që ti po I fol atij, një fjalë jote ka shumë rëndësi. Që ti more një hap, vendose që ti flisje. Në fakt, kur shkon në kish, Zoti na flet kur ne jemi në kish, Zoti na flet në konferencë, Zoti na flet kur ne lutemi dhe kalojmë kohë personale me të. Ama kur Zoti të flet të bësh një gjë në kish, siç ti the, që më pëlqeu shumë që e përmende, është e rëndësishme që të shërbejmë në kish, dhe shërbesa mund të jetë ndonjëherë thjesht të rregullojmë karriget, t'i vëmë karriget në vend, ose ka nevojë një njeri që të lajmë makinetën e atë të gotat ose kafen, e laj unë, s'ka problem. Dhe në fakt kam kuptuar që Zoti aty të rrit, edhe të mëson. Dhe besnik me të vogla, thot besnik me të mëdhaja. Edhe fillon diku, të gjithë kanë filluar diku. Unë e pyesja pastorin dhe I thoja pastor, si ke filluar ti në fillim? Dhe thoshte, ne kemi filluar duke shërbyer Zotit në gjërat më të vogla që kishim. Bëj diçka këtu, bëj diçka atje, dhe Zoti të beson me më shumë, të ngarkon më shumë. Dhe pastaj ne I shohim që ata janë pastora sot na mësojnë fjalën, ne ushqemi. Prandaj është e rëndësishme që jo vetëm të shkojmë kish, ama edhe të bindemi kur Zoti na flet të bëjmë diçka. Që ndoshta nuk është shumë e rehatshme. Sepse a është rehat të shkosh dhe të lash banjat? Jo, nuk është rehat. Për shembull, nuk do e konsideroj rehat. Apo është rehat që të shkosh edhe të marrësh karriget, ja lejmë çunave karriget. Nuk është shumë rehat. Ose të bësh kafe ndonjëherë nuk është shumë gjë e pëlqyeshme, ama kjo na rrit, edhe kjo na ndikon dhe na bekon shumë, mund të them. Ne po flisnim për rrjetet sociale. Edhe unë dua të bëj një pyetje në lidhje me rrjetet sociale. Njerëzit përveç se I shajnë shumë rrjetet sociale, I ka dalë nam I keq, I themi ne, sepse ka gjëra që nuk janë të vërteta, nuk thuhen ashtu siç duhet, dhe ndonjëherë të rinjt frymëzohen shumë nga rrjetet sociale dhe harrojnë faktin që siç ti e përmende që është e nevojshme që unë të shkoj në kish, edhe pse duhet të shkoj në kish son sepse unë I gjoj nga rrjetet sociale, ose pse duhet gjoj unë pastorin ku unë gjoj këto pastorë shërbesa online, dhe kanë filluar që unë do të gjoj shërbesën online dhe unë nuk do shkoj në kish. Është mund të na tregosh pak rëndësinë e të dëgjuarit shërbesa online? Por në tjetën kohë pa na shkaluar kishën siç ti e përmende? Po, unë isha duke biseduar dhe me një grup të rinjeve për qendrës Kristiane Durrësit. Edhe unë shkoj çdo diell në kish. Domethënë, me mungu na herë thirrën bëjmë keq. Ku je? Çka ka ndodhur? Kështu që unë përveç shërbesës tonë që shkoj fizikisht, e dëgjoj edhe shërbesa online, për shembull qendra Kristiane Durrësit, pëlqen shumë. Edhe ndoshta ka një herë vetëm adhurimin ose vetëm një mesazh shkurt që e ndajnë. Edhe për mua është shumë inkurajuese. Ndoshta kur ke kohë ose kur je I lirë, je duke zakonisht në gjeneratat e reja kur të hajna buk, kena qef me qit një video edhe me hangër buk bashkë me ta. Unë jam njëri për atyre personëve që hap video. Numër një. Okay. Jemi të dyja. Ti qatë kohë nuk I nevojë me kështu një video ndoshta pa lidhje ose një film pa lidhje, vendos shërbesën online. Edhe një fjalë pastorit ka me të ndiku ty. Ka shumë raste, për shkak që dëgjoj forcë të jashtëm edhe mendoj them, wow, ai person e ka marrë kurajon, ka dalë para kamerës edhe ju ka binë Zotit me ndat mesazh. Kështu që ka shumë vlerë edhe shërbesa online. Po jo mu domethënë zona jone ratis, edhe me thonë nuk po shkoj diellën kish se po gjoj online në Facebook ose në YouTube. Jo, ka vlerën e vet shumë të madhe, domethënë që diellën është e pamundshme me shkon kish, atëherë dëgjoj online. Por fizike është ndryshe, te përjeton Zoti ndryshe. Nuk mundesh përmes YouTube-s me përjetu njëjtë. Kështu që po, mendoj që shërbesa online ka vlerë shumë të madhe, edhe gjatë javës ndihmon. Mosh më ja dërgu një shokut, një shoqës, si inkurajem, ose thjesht mundesh me nda ungjillin përmes asaj video. Ndoshta ka video ndryshme shërbesa ungjillëzuese, edhe ja dërgoni personit që tu jetu punu me ta, edhe ajo mundet me prek atë person. Kështu që ka vlerë. Mundet të pyes në fakt si të bëjmë kohë, ka shumë të rinj që disa për tyre nuk I kanë prindër të krishterë, ose nuk kanë një familje të krishterë. Dhe thonë, po unë kam të vështirë personalisht sepse nuk ma kuptojnë njerëzit që unë do dielën duhet ikin kish, ose të shtunën duhet ikin kish, dhe më thonë të shtëpisë për shembull, jo ti duhet jesh këtu, ku do shkosh ti, pse shkon çdo javë ti për shembull, si të vijmë kufi të shëndetshëm. Po flas dhe për ata njerëz që nuk I kanë prindrit besimtar, kufi të shëndetshëm që ne dim që unë do ikin kish të dielën, të shtunën dhe të bëhet çfarë të bëhet, ama unë do ikin kish sepse kam nda mendjen.
të bashkë më lidhe me një rast e kisha jonë. Ne kemi 2 djemë që janë shumë inkurajon për mu. Ata 2 e kanë familjen jo besimtare, edhe janë vllazër, janë të rritur, pavarësisht gjitha sfidave që i kanë, ata çdo ditë vinë edhe ndihmojnë kish. Çdo të diele ata kanë mu kanë kish edhe kanë me ndihmu. Mendoj që vendosmëria, ti sa i vendos, kur njerëzit shohin që ti i vendos, e ki disiplinë, nuk mund me të ndalë. Ti mosh më kanë shumë i ri, edhe ndoshta nuk guxon ja kthy fjalën prindërve, po kur ata shohin që ti i vendos, kanë me thonë, okej, kjo e paska për një me. Dhe i mëson njerëzit. Kështu që i mëson njerëzit. Për shembull, na si familje, babi im është pastor. Edhe gjithë e dinë që diellëve të na nuk muj ma me na e gjatë ditës. Mbrëmje jeni të mirësardhën, ditën e i kemi kishën, edhe as nuk provojnë me thonë, hey, a do vini të dielën, po. Se e dinë që i ndrojnë edhe planet. Okej, kemi edhe familjen e banushit në plan, kështu që e ndrojmë edhe planin. Sa ti i vendos, edhe sa ki ti besim që Zoti ka me të mbajtit fort. Ti nga një herë është shumë e vështirë për me nejt me një ambient që nuk janë tjerë besimtar, po vendosmëria edhe besimi yt ka me bë veprat e tua janë vetë ungjille. Edhe ndoshta edhe një ditë edhe familja jote ka me ardhë. Kemi shumë raste në Kosovë që fillim si kanë lanë me ardhë, pastaj edhe familja ta shumë bë besimtare. Kur kanë parë vendosmërinë e tyre që unë do vi, kanë lënë. Edhe vinë. Okej, hajde me një fest me mu, hajde për festën e Krishtlindjes, thjesht e kemi fest, vinë edhe ju pëlqen, edhe për që ata ka shumë nevojë, kisha mu kanë shumë ikpritës, se kur ti jemi ikpritës edhe pra dikush mirë, ti shkon apet qatë vend, se ki qef me najme qata persona. Ndihesh. Po, kështu që pasaj fillon edhe ata me arë përsëri edhe vazhdon. Kështu që thjesht je i disiplinum, ki vendosmëri edhe besoj Zotit që ai ka me rregullu gjanat. Pasaj lutja, one gjithmonë ja dorëzoj Zotit. Zot thëm, one nuk po muaj ma, te i ki ndorë edhe vazhdoje. Kështu që qatë moment që ja la Zotin ndorë, aja rregullon gjithmonë. Për ta përmbyllur, a mund të na tregosh pak pse është e rëndësishme që ne dhe ndoshta të lejmë ditë nga koha jonë, që të vim në konferencë, të dëgjojmë fjalën e Zotit, dhe të kalojmë kohë me shoqëri, me miqësi, po na dhurim, lutem me njëri tjetrin, ndoshta ta bëjmë atë sakrificë, ta lejmë atë një ditën e punës, 2 ditën e punës, që të vim. Po, për shembull, për këtë konferencë kam marrë ditë pushim nga fakultete edhe mua nuk kanë humbje, por unë e di që është fitore, sepse unë me këtë konferencë ka me vazhdu mu kanë inkuraju me të paktë edhe një muaj, edhe mu konferencat më inkurajojnë shumë. Kështu që inkurajoj gjithrit, ndoshta për disa mot mu kanë shumë boring për me shku me një konferencë, kemi sesione. Po që ato sesione, Zotit folë shumë, edhe ti kemi taku njerëz që ndoshta ka me të folë tepër shumë zemrën tane. Me një konferencë që kam qenë, Zoti është përgjegjë një lutjes tem që ne kum pas, edhe një ankesës teme që e kum pas, edhe kum kuptu, hej, unë jam shumë mirë, unë nuk dona me pas këtë problem. Për shkak që thjesht e kum pa atë personin, as nuk i kum pyet, as nuk i kum tregu sen, ai nuk e ka ditë as një sen për jetën tem. Thjesht prezenca e tina më ka bërë me kuptu rëndësinë e jetës tem. Edhe po konferencat kanë tepër shumë vlerë, ti ke mu rrit mas pare për vetën tane, ti ke mundësi me shku që ato sene që ti ke mësu me apliku në kishën tane, ka shumë pika strategji ndryshme që ti mëso me një konferencë, edhe shkon e aplikon. Konferencë tjetër, ti mund është me organizu, ti mund është me bëjë diçka ndryshe për trit vendit tënë, edhe ka shumë vlerë. Pastaj ti mund është me inkuraju një person tjetër që marrë me ty. Kështu që disa ditë pushim, mund është me marrë edhe me ardhë, në konferencë e me shfrytëzu, përveç që të dëgjosh fjalën e Zotit. Përveç që ki shoqëri, dëgjimi fjalës së Zotit edhe adhurimi, është thjesht sikur ti përjeton një pjesë të parajsës. Edhe ai adhurimi që ku njerëzit, sepse njerëzit që vinë konferencë e kanë një vendosmëri, vinë për një arsye, po shkoj sepse kam me mësu diçka. Kështu që është një piece of heaven, një pjesë e të kuptova shumë çfarë do të më thuash. Edhe faleminderit në fakt që na fole për eksperiencën tënde dhe e vlerësoj që ishe me ne sot. Unë gëzova shumë, u kënaqa shumë që të kisha. Do thoya në studio, po ti që në studio do thoya në studio, ama ne jemi në konferencë, kështu që po them u kënaqa shumë që të kisha në konferencë. Mirë se erdhët në konferencën tonë. Faleminderit, shumë e vlerësoj.
Ne gjithashtu bashkë do takohemi javës tjetër, uroj që të keni një javë shumë të bekuar, do lutemi për ju edhe ne shihemi episodin tjetër.